Policia pyjore ka sekuestruar në territorin e bashkisë Vaudes një sasi lëndësh drusore të prera dhe të gatshme për transport. Shefi i këtij sektori në qarkun Shkodër Mark Ndoh bën me dije se lënda e sekuestruar është pa autor, ndërsa tha se gjatë këtij muaji janë vënë edhe disa gjoba për transport të paligjshëm. Janë 6 metër sterë drusjarit të sekuestruara të marrë në bashkinë Laçi Vaudes. Këtu kena edhe para disa ditë edhe i kena pa nuk ishte probleme, kurse në kontrollin e djeshëm ndolën të probleme, ishte kjo sasi material drusjarit, u lidhëm me bashkinë, edhe u ba mundën të rreqa material drusore, ardhen në pikën e sekuestrës tonë Beltoj. Kjo është një prerje pa autor, edhe kur janë pa autor, në vehna në dispozicion të zgjedhjes autorit, ne edhe inspektorati pyet, po ashtu edhe drejtoria e shërbimit pyjor të Laçi Vaudesit. Ne gjatë kohë kena kap automjete me material drusor të vjetër, pra të ullë nga zonat që kanë pas trujton ase. Këto raste janë gjobit me 1 milion lek për transport pa lishë material drusor. Duke folur për vonesat e krijuara në bashkinë Shkodër për sa i përket furnizimit të popullatës me dru zjarri, Ndoh tha se ato bashki që kanë dokumentacionin gati mund të kishin filluar që me datë 1 tetor. Këto janë problemet e bashkisë Shkodrës, me folë që është e vërteta, ka një drejtori shërbimit pyet bashkia Shkodrës, tregun nuk e kontrollojmë, nëse se kanë ndorë me kontrollojmë. Ligji ka dalë qysh me datën 1 tetor, ato bashki që janë gati me dokumentacionin mund të kishin vazhduar qysh me datën 1 tetor. Kjo nuk është hera e parë e sekuestrimit të lëndëve drusore në qarkun e Shkodrës. Edhe më parë një sasi prej 6 metër kub u bllokua nga policia pyjore. Lëndët e daluara deri tashmë do t'i kalojnë në administrim bashkisë, e cila ka dhe të drejtën e shitjes së tyre.